s'ke më punë me qerpikat e mi. Vjen një kliente për të bërë levelën e qerpikëve dhe kishin për të hequr qerpikët extension që kishte vendosur më përpara. Por ishte gjatë gjithë kohës me mëdyshje, donte të provonte si teknik levelën, por tha kam frikë se s'do më pëlqejnë aq sa qerpikët extension. Në fakt, klientja i bënte mega volum foksi, mund të dukeshin shumë mirë, por realisht ja mbulonin syrin fare. Qerpikët fatmirësisht nuk i kishte tërhequr fare dhe i kishte të plotë dhe të gjatë. Vendosëm levelën e qerpikëve dhe ndërkohë po bënin pak muhabet. Në momentin e parë që i vendosa levelën, mendova mos ta bezdis duke i folur, por klientja sapo i mbyll sy. Pra tha tani s'do më flasësh ti mua, të më tregosh ndonjë gjë për vete? Unë tha për këtë erdha këtu. Dhe kështu me të qeshur ushtruam në muhabet, pasi bëjmë dhe bojën, i them klientes që levelë e kishte dalë shumë mirë. Shqyr tha se ato qerpikët extension që më peta mi vendoste motra dhe mi bënte skandal. Përfundoi me punën, i shikon dhe i kishin dalë realisht perë. Vetëm brinte i shikonte, i prekte të mijat janë këto qerpikët. Po i thash normal se ke ditur çfarë qerpikësh të bukur ke se i ke bërë gjatë gjithë kohës extension. Dhe ajo mori telefonin në atë moment dhe nga ana tjetër ishte motra e saj. Ti tha s'ke më punë me qerpikët e mi, kam shpëtuar nga ty. Motra e saj filloi të qeshte, mirë tha se s'ti bëj asun më. Bindi edhe motrën të vinte të bënte qerpikët. Si përfundim dolën shumë të kënaqura dhe nëse edhe ti po mendon të bësh levelën, të lutem shiko këtë rezultatin këtu përpara.